Mirëmbrëma dhe mirë se vini në një tjetër emision kushtuar muajit të shenjtë të Ramazanit, ku unë me dy kolegët e mia, si Dafinën ashtu edhe Gzonën, mundohemi që çdo mbrëmje të sjellim një temë tjetër. Edhe sonte kemi një temë tjetër me një hoç tjetër, ajo është Hidayet Efendetula. Përshëndetje dhe faleminderit që i pranove ftesën të jeni sot këtu me neve. Përshëndetje dhe faleminderit edhe juve për ftesën. Cila do të jetë tema që sonte do elaborojmë? Tema që unë kam përzgjedhur sonte të ndaj me teleshikuesit është ndikimi i besimit në ngritjen dhe përsosjen e karakterit e njeriu dhe ngritjen e vlerës së njeriu, se sa është efekti edhe ndikimi i besimit në këtë drejtim. Po sa është rëndësishme përsosja karakterit apo sjellja e mirë në fenë islame? Falënderimi i takon të Madhit Allah, salavatet edhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë dhe e ndjekin deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, u falenderoj juve televizionin Teuta dhe të gjithë atyre që kontribuojnë në këtë drejtim për hapësinën televizive që jeni duke na mundësuar për çdo Ramazan që ta përcjellim një këshill të xhamati jonë, të besimtarët tonë, e sidomos të ata që nuk i kemi të pranishëm nëpër xhamiat tona. Po ashtu, të gjithë agjeruesve uroj agjerim sa më të lehtë dhe përkushtim sa më të madh në adhurimet e tyre, e sidomos në këtë periudhën e fundit të Ramazanit, ku gradualisht po i afrohemi edhe 10 ditësh të fundit. Se sa është e rëndësishme përsosja e karakterit, një karakter i përkryer, një moral i përkryer, apo një sjellje e mirë në fe, mund të them me plot argumente se është prej çështjeve më të rëndësishme në fe. Dhe mund të them se të gjithë pejgamberët e Allahut, prej në Ademin, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, dhe deri në pejgamberin e fundit që i ka zbrit njerëzimit deri në Muhammedin alayhi salam, të gjithë pejgamberët e Allahut kanë pas një mision të njëjtë, të njohin njerëzit me krijuesin, të njoftojnë njerëzit për realitetin e ekzistencës tyne edhe për jetën e kësaj bote, realitetin e kësaj bote, dhe ta përsosin apo ta përkryjnë karakterin e tyne. Dhe mu gjithë pejgamberët e Allahut edhe të gjitha librat qellor që i kanë zbrit njerëzimit e kanë të rëndësishëm përsosjen e karakterit. Dhe mu për këtë do ta ilustroj me disa shembuj prej fjalëve të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur të dërguarin e Allahut se sa është e rëndësishme karakteri apo morali i përkryer në fe, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, morali i përkryer është prej çështjeve më të rëndësishme në fe. Bile thot husnul huluk hiya din. Tha i dërguari i Allahut, sjellja mirë, morali i përkryer, kjo tha është feja. Dhe kur tregon në një hadith tjetër i dërguari i Allahut, kur flet se sa është e rëndësishme sjellja mirë në fe, thot Allahu xhaleshanuhu do t'ja garantoj në xhenetin më të lartin vendin personit i cili sjelljen e tij e ka sa më të përkryme, e ka sa më të përsosur sjelljen e tij. Nuk mund paramendohet besimtari me ken i mirë në qoftë se sjelljen nuk e ka të mirë. Bile e mohon i dërguari i Allahut. Na tregohet një herë se derisa i dërguari i Allahut ishte i pranishëm me shokët e vet, e pyet një prej sahabeve, prej shokëve të tij dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a ka mundësi tha besimtari me ken frikacak?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është virtyt apo cilësi e besimtarit, se besimtari frikohet vetëm të Madhit Allah kërkuj tjetër, po dhe mund ndodhin. Një tjetër person i tha: "O i dërguari i Allahut, a ka fa mundësi besimtari me ken koprac, me ken besimtari mirë, po me ken koprac e godet shejtani alayhi lanet në një pjesë edhe është koprac apo sarraf si i themi në gjuhën tonë, të folmen tonë popullore." Tha i dërguari i Allahut, nuk është cilësi, kopracia nuk është cilësi e besimtarit. Besimtari është bujar, nuk i dhimbet me shpërda se e din se furnizuesi është Allahu xhaleshanu, por edhe mundet me null. Po kur e pyeti një prej të pranishmëve
pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a ka tha mundësi besimtari me ken i përkrym në adhurimet e tyne, besimtari mirë, i sinqert, i përkujdesshëm në adhurimet e tyre e tia, por sjelljen me pas kur një farit, apo sjelljen me pas keqe, sjelljen me pas shpifun, shëmtume." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse si këta dy gjëra nuk mund të bashkohen njëna me tjetrën. Në qoftë se e ka besimin e mirë, detyrimisht si rrjedhoj ka me pas edhe sjelljen edhe edukatën, karakterin e mirë, e në qoftë se nuk e ka karakterin e përsosur edhe sjelljen e mirë, padyshim që edhe besimi i tij nuk është i përkryer edhe nuk është i përsosur. Pra është prej çështjeve më të rëndësishme në fe, karakteri dhe sjellja e përsosur. A mundet të ndikojë besimi në Zot në ngritjen e vlerave të njeriut? Padyshim, besimi në Zotin e Gjithfuqishëm ndikon patjetër në ngritjen e vlerës së njeriut. Besimi në Allahun një i jep vlerë njeriut. Njeriut i jep vlerë. Dhe ai njeri që i mbështetet Allahut fuqishëm dhe beson në Allahun fuqishëm, në tubimin, në vendin, në shoqërinë ku jeton, nuk është numër, por është vlerë. Dhe unë do ta ilustroj me disa shembuj se cila është mënyra dhe se si mund të ndikojë besimi në ngritjen e vlerës së njeriut. Por fillimisht, unë do të përmend një verset kuranor, ku thot Allahu xhaleshanuhu në Koranin famnar: "Halaknal insane fi ahsani takvim." E kemi krijuar njeriun krijesën më të përsosur, edhe më të përkryeren prej gjitha krijesave tjera, dhe vazhdon në ajeti pasus dhe thot: "Thumma radadnahu asfala safilin." Dhe ai me veprën e tij e çon vetin në humneren më të ulten. Pra, prej asaj krijesës më të përkrym dhe deri në atë humneren më të ulten, këta janë limitet e njeriut në tokë. Pra, nëse marrim një shembull konkret, nëse marrim një njeri të përkrym në sjelljen e tij, i dobishëm për komunitetin, bujar, i vyshem, i dobishëm, i bën dobi njerëzve, edhe ka sjelljen më të përsosunën, ky është aja krijesa më e përkryme. Por në të njëjtën mënyrë, nëse marrim shembull një njeri i cili posedon sjelljen më të keqen të mundshme, apo të le ta marr një shembull prej atyre më ekstremeve, në botë sot jetojnë në Amerikën Jugore jetojnë njerëz, akoma nuk janë zhdukje, njerëz kanibal, që njeriu në sheh vetëm si vlerë ushqyese, e sheh si gjah njeriu. Prej asaj krijesës më të përsosur. E deri në krijesën humneren më të ulten, këta janë ata skajet e njeriut. Se ku do ta vendosim na veten tonë, në cil pikë prej tyne dy ekstremeve, varet prej besimit që kena në Allahun xhaleshanuhu edhe prej karakterit edhe sjelljes tonë përsosur. Por nuk do të thotë se nuk mund të arrijmë shkallën më të lartën me përpjekjen tonë, po patjetër që nuk do të thotë se nuk mund të përfundojmë edhe në humneren më të ulten të mundshmen. Edhe unë do ta ilustroj me disa shembuj se si janë ngritën vlerën besimi njeriut. Në qoftë se shohim Allahu xhaleshanuhu në Koranin famnar, çdo gjë që na e ka ndalu sa është e dëmshme për njeriun. Pra çdo gjë që na ka ndalu Allahu, na ka ndalu se nëse shmangena prej asaj gjë, na jep vlerë si njeri. Dhe çdo gjë që Allahu i lartësuar na ka bën obligim se ai urdhën që na ka obliguar Allahu i jep vlerë njeriu. Dhe këtu unë do ta marr një shembull të shkurtër, do t'i përmend disa ndalesa që Allahu xhaleshanuhu na i ka lajmëruar në Koranin famnar dhe përmes profetit tij Muhammed. Allahu xhaleshanuhu njeriu, robit vet, ja ka ndalu rrenën, ja ka ndalu mashtrimin, përgojimin, shpifjen, shamjen, hajnin, apo vese shumë të kija tjera. Në qoftë se na, në shoqërinë tonë, në mesin tonë, kena një njeri i cili posedon gjitha ta vese, e mashtron, e vjedh, shan, është i vrasht, është arrogant, do thotë na më njëherë shohim se edhe vlera e tij njeriut në mesin e njerëzve është shumë e ulët. E përderisa prej momentit që njeriu i shmang këta vese, atëherën ai është i dobishëm edhe atëherën ai janë ngritën vlerën vetvetes, fillimisht vetvetes e pastaj edhe shoqënisë. Unë të më lejoni shkurtimisht t'i përmendi disa raste prej popullit arab para se ka zbrit profeti Muhammed. Tregohet
se populli arab, para zbritjes së pejgamberit fundit të Kurejshit, të populli arab, ata ishin njerëzit që posedonin të gjitha veset më të shëmtume çka ka mujt me posedu një njeri apo një shoqni. Deshi madhi Zot edhe dërgoi profetin Muhammed, mëshirë për ta dhe për krejt njerëzimin. Dhe qa boni Allahu me islamin që u dërgoj atyne? Prej atyne njerëzve, qa boni i dërgumi Allahut me misionin që pat? Prej atyne njerëzve që kishin veset më të shëmtume të një shoqëris, i transformoj po ata njerëz edhe i boni njerëzit më të ngritun në shoqni. Edhe unë do të përmendi vetëm një rast, se nuk na lejon edhe koha shumë, do të përmendi vetëm një rast prej atyne rasteve apo dy. Tregohet se Omer ibn Hatabi, i njoftun në historinë islame, ka kenë një person që masi që e pranon islamin, bëhet prins i muslimanëve të globit. Por para islamit, Omer ibn Hatabi tregon për jetën e tij para islamit. Edhe thot Hazreti Omeri thot çto: prej atyne veprave të shëmtume edhe të flishta që na kena punu në atë kohë, ma shëmtume vepra e Hazreti Omerit ishte se ka varros vajzën e vetë për zgjallit. Për çarsy se në atë kohë ishte tradit që personit që i lind vajzë, në qoftë se don me rikthy, i humbet autoritetin në shoqëri. Dhe në qoftë se don me rikthy autoritetin e në shoqërinë ku jeton, duhet me mbyt vajzën edhe e tregon ngjarjen kur e tregon Hazreti Omeri me mjaft pikëllim. Do me thonë, një person i cili mshira ati mrin deri në atë pikën që mundet me myt edhe fëmijën e vet, kur e pranon islamin dhe desh Zoti i ngriti ta njerëz me besim, bëhet shembull ky edhe krejt ajo gjenerat për krejt njerëzimin. Dhe kur është bo Omer ibn Hatabi prinsi i muslimanëve të globit, nuk bite në mramje me fjet, po leviste në përmhall dhe shikote a ka njerëz që ka nevojë. Dhe përmendet një rast që është shumë i njoftun për xhamatin ton, ku tregon se tuj leviz në përmhall e ndhin prej murit një shtëpis, ndhin disa fëmijë që kjajnë troket në derë dhe del një gru. Thot, pse kjajnë fëmija, pse thot nuk janë fjetat atash? Edhe thot, ta kjajnë se nuk kam me qa me ushqy, e janë pa hangër, e dere që ti dzojnë gjumi, unë nuk kam se si me i qetsu, thot se nuk kam kur një sanë shpi me ushqy ta. Hazreti Omeri shkon vetë në fondin e bamirësisë së shtetit islam, e merr thesin me millë dhe e bjen te kja gru, urdhnothot edhe hajde nesër, edhe kërkojet e prinsi besimtarve ndihmën për ta, se nuk e kanë ditë se ti ke gjendjen kaq të nevojshme. Pra, ç'a bën besimi? Besimi i transformon ta njerëz prej atij njeriu që mshira ati ka kenë aqe e vogël, sa që edhe fëmijën e vet e ka bo sakrifis, deri në ata njerëzit që kajnë mërzi për hallet e njerëzve. Këtë transformim ka bo besimi në sahabet edhe në njerëzit në Arab para ardhjes së Islamit, dhe këtë transformim ban besimi të njerëzit. Edhe një shembull shkurt do të tregoj te ky rast se cili ka kenë transformimi tyne, prej asaj shoqnisë ku i fuqishmi e dhunonte doptin, ku i pasuri e shkelte dvarfnin, ku burri e dhunonte gruan, këto kanë kenë parimet e asaj shoqni, ky ka kenë modeli i asaj shoqni pa besim, krijohet një shoqni që është shembull për krejt njerëzimin. Dhe një insert shkurt do të tregoj në luftën e Uhudit, kur pas përfundimit luftës i kanë marrë 5 plagosën edhe i kanë vendos njënin pranë tjetrit, se ishin goditun edhe ishin shumë plagosën prej dy luftimit që kishin pas me armikun, dhe njëni prej plagosërve kërkon ujë. Po ata kishin vetëm një shishe ujë me i dhonë, kur ja ofrojnë, ai ndhin personin tjetër afër tij që po ai ashtu njëjt kërkon ujë, a keni thot një pikë ujë me ma dhonë, edhe thot kalonja ati se e ka ma vështirë se unë. Kur ja kalojnë dytit, a i thot kalonja tretit se e ka ma vështirë se unë, kur e kanë kalu të i pesti shishen e ujit për me dhonë ujë, i pari vesh ka kalu në botën tjetër. Do thot ka kriju njerëz të cilët edhe në momentin e fundit të jetës tyne i kanë dhonë përparësi njerëzit edhe i kanë dhonë përparësi do thot tjetrit përpara vetes. Dhe kjo është ajo mënyra që besimi e bën transformimin të njeriu, dhe nuk ka dyshim që
me njëherë do thot, pse e ban këtë ndryshim, se e din se çdo vepër të mirë që e ban njeriu e ban për me fitu kënaqësinë të madhe të Allah dhe besimi aty ku besimi hyn aty arrit vlerën njeriu. Kjo është arsyeja edhe forma se si arritën vlerën. Po jemi te karakteri. Sa mundet një njeri pa besim të ketë një karakter të përsosur? Padyshim, mund të ketë edhe njeri i cili nuk beson Zotin një, sikur se e shohim në jetën e përditshme që takojmë njerëz të tillë, edhe mund të ketë edhe karakter të përkryer. Do thotë nuk është një fakt i mohueshëm ky. Edhe mund të ketë karakter të përkryer. Një karakter që e ka trashëguar nga tradita, apo nga familja, apo nga institucionet edukative arsimore, edhe mund ta ketë karakterin e përkryer. Por pasoja e karakterit përkryer të personi i cili nuk beson në Zotin një dhe nuk e ka si rezultat i besimit, është se nuk e ka motivin e madh për me trashëgu edhe me rujt kohë të gjatë atë karakter. Pra, për ndryshim prej besimtarit, i cili posedon një karakter të mirë, besimtari e ka motivin e madh, kurse personi pa besim në Zotin mund të ketë, patjetër që mund të ketë karakter të mirë, edhe mund të ketë disa veçori apo virtyte, por cilat veçori rrezikohet që me i humb shumë shpejt. Unë do ta ilustroj me disa shembuj që t'jam sa më i qartë. Në qoftë se një person ka mirësjellje të mirë me njerëzit, me familjen, me farefisin, me kujshit, e ka mirësjelljen e mirë dhe nuk e ka këtë mirësjellje si rezultat i besimit, po si rezultat i tipareve të tija që i ka, do thot, në karakterin e tij. Deri kur e zhvillon këtë mirësjellje? Ky e zhvillon këtë mirësjellje deri në momentin që gjen të njëjtën përgjigje edhe prej palës tjetër. Le të themi, një person në karakterin e tij e ka sjelljen e mirë me kojshi, edhe sillet mirë me kojshi. Deri në çfarë mase? Deri në cil pikë? Deri në pikën që edhe ai t'ia kthej në mënyrë reciproke sjelljen e mirë. Në qoftë se rastisen që nuk sillet mirë, ky investon në mirësjellje me kojshin e tij, po nuk e gjen të njëjtën përgjigje prej kojshisë, rrezikohet me e humb se motivin për me rujt kohë të gjatë nuk e ka. E cili është motivi i besimtarit? Motivi i besimtarit është me fitu shpërblimin e të madhit Zot. Besimtari, karakterin e përkryer, sjelljen e përkryme, e ka me një qëllim. Ja ka urdhnu i madhi Zot, me respektu fjalën e Zotit, dhe me gjetë shpërblimin prej Zotit. Një person i cili shpërblimin e pret prej Zotit, a ka pesh për të se si ko me gjetë sjelljen? A i sillet mirë me prindin, a i sillet mirë me bashorten, a i sillet mirë me familjen, a i sillet mirë me farefisin, a i sillet mirë me kojshin, po edhe në qoftë se sjellja e tyne ndaj tij nuk është e mirë, për arsye se bamirësinë nuk e ban për mirënjohje dhe për respekt, po e ban për me fitu mshiren e të madhit Zot. Bile, kur jena tek ja, le ta marrë edhe një shembull tjetër. Të rasti i parë, ku përmendën personin i cili bamirësinë nuk e ka për hir të Allahut, ka mundësi, do thot, një njeri me kenë bujar, me kenë për njerëzve bujar që pasurinë e tij e ne për të vobektin, për smuntin, për njerëz në nevojë edhe shpërdohen pasurinë e tij. Deri në cil pikë? Deri në pikën kur njerëzit i janë mirënjohës edhe e falenderojnë. Po nëse rastisen ky person që nuk gjen mirënjohje të personit të cilit i ka ndihmu, rrezikohet shumë shpejt me humbat vepër të mirë. Anullen kjo çështje te personi i cili bujarinë e ka si rezultat i besimit në Allahun xhaleshanuhu, nuk nollen. Për çfarë? Për arsye se nuk pret mirënjohje edhe lavdrime prej njerëzve, e pret shpërblimin prej të madhit Zot, pa marrë parasysh se si ka kënë sjellja apo mirënjohja njerëzve ndaj tij për veprën e mirë. Edhe këtu më lejoni ta ilustroj me një shembull. Tu na tregohet një rast një herën që ta përforcoj këtë me një argument, me një shembull prej jetës së profetit Muhammed. Tregohet, edhe gjithë kemi të njohur në historinë islame, se njeriu më bujar në rrozullin toksor në kohën e profetit Muhammed ka qenë Ebu Bekr es-Siddik. Ka qenë Ebu Bekri njeriu më bujar, njeriu i cili 7 herë pasurinë e tij e ka dhuru në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Si 7 herë e ka dhuru krejt pasurinë në rrugën e Allahut?
Allahu ja ka shumë fishu, ka bo pasuni prap dytën herë ka dhuru krejt, nuk kalon kur gjo për veti. Dhe të regohet se Ebu Bekri e ka pas një kushni të vetin që e ka pas gjendjen e vështirë ekonomike dhe i ka nimu me vite, me dekada i ka nimu. Por rastis një sprov në kohën e Ebu Bekrit, kur përhapët një shpifje për vajzën e Ebu Bekrit, për Aishen, që njëherit ishte edhe bashortja e profetit Muhammed. Dhe përhapët në Medinë një shpifje si e panhershme, cenohet morali kësaj, në krejt Medinën përhapët një shpifje, aqe e vëllnos pozit keqe, Hazreti Aishen, familjen e Ebu Bekrit, familjen e profetit, gjithë besimtarët janë cikletosur prej asaj shpifje që dikush e kish përhap në për Medinë, dhe derin momentin që vjen momenti edhe i madhi Allah e lajmëron në Koranin famlar në erin e Hazreti Aishës dhe e dëshmon në erin e saj dhe lajmëron që biseda ishte shpifje, lajmëron i madhi Allah në Koranin famlar. Dhe mas një kohet, Ebu Bekri e mëson të vërtetën se kush kishte ken personi që e ka nxjerr shpifjen i pari. Dhe personi i parë që e kishte nxjerr shpifjen, kishken po ky njeri kushri i Ebu Bekrit, të cilin Ebu Bekri me dekada e kishte nimu. Dhe zakonisht goditja ma madhe neve në jetën e kësaj bote na vjen kur na goditemi prej njerëzve që nuk e presim na bonjit keqe. Jo prej dikuj që mundej me prit çdo gjë. Dhe i mlefosun, i goditun prej kësaj gjë, aq edhe ma shumë, jo vetëm për shpifjes, po dhe për faktin se shpifjen e kish nxjerr kushrini i tij, të cilit me dekada i kishte nimu, Ebu Bekri kur e mëson këtë vërtet, betohet edhe thot pasha Allahun që është një, kur një herë mo nuk kam me ndihmu. Edhe zbret ajeti kuranor i sures Nur ajeti 23, ku Allahu xhaleshanuhu kërkon në të ajet thot të ndershmi dhe të pasurit prej josh, mos betohen se do ta nalin dhimbje ndaj të varfëve dhe ndaj njerëzve në nevojë, po le të ndihmojnë edhe mos ta bojnë për të madhe gabimin e tyne. Pra, Allahu xhaleshanuhu na lajmëron Ebu Bekrin edhe gjithë besimtarët se për veprën e mirë, për sjelljen e mirë, kur njëherë mos prit mirënjohje edhe lavdrime prej njerëzve. Personi i cili bamirësinë, karakterin e personit, sjelljen e mirë e ka për me fitu shpërblimin e të madhit Zot, nuk pret mirënjohje dhe lavdrime prej njerëzve. Kurse rasti i parë që e përmendëm, i cili nuk e ka me këtë motiv sjelljen e mirë, rrezikohet që shumë shpejt me e humb atë sjellje të mirë. Prandaj kjo është ajo arsyeja pse është kjo më fuqishme dhe motivi i besimtarit kur përfundon momentin kur del prej kësaj bote. Deri në atë moment nuk e nal bamirësinë, nuk e nal sjelljen e mirë, se e din se shpërblimin do ta ketë prej të madhit Zot. Po, në trego pak se dhe ndikojnë këto veprat fetare, si që është agjerimi dhe namazi, në përsosjen e karakterit njeriut? Pa dyshim të gjitha adhurimet fetare të cilat i madhi Allah ne ka bo obligim, në esencë kajnë për qëllim përsosjen e karakterit edhe sjelljes së njeriut. Dhe këtë na lajmëron i madhi Allah në Koranin famlar, për të gjitha në për shumë versete kuranore ku thot edhe falë në namazin inne salate tenha anil fahshai. Thot Allahu xhaleshanuhu këtë ajet kuranor se namazi thot ju largon prej veprave të shpifura edhe të shëmtume. Po ashtu kur na lajmëron i madhi Allah dhe na bën obligim agjerimin e muajit të Ramazanit. Thot ju kam bo agjerim muajin e Ramazanit sikurse popujve para josh, në përfundimi ajetit vjen leallekum tettekun, me qëllim që të bëheni njerëz të devotshëm. Pra, këto adhurime fetare kanë për qëllim që na të forcojmë karakterin edhe sjelljen tonë. Edhe pa dyshim një person i cili 5 herë në ditë i bjen Allahut në sejdë edhe i fal me rregull 5 kohë të namazit, me cilën bindje, me bindjen se i madhi Allah e sheh në çdo vend edhe në çdo kohë dhe e din se do dalë me dhon llogari para Allahu xhaleshanuhu, nuk ka dyshim se kjo lidhje e tij me krijuesin ja mundson me u largu edhe prej veprave të shpifna edhe prej veprave
të shëmtume. Qoftë namazi, qoftë agjerimi, apo të agjerimi për shembull kem po njajt hadithin e pejgamberit alayhi salatu selam shumë të njoftun gjatë muajit të Ramazanit, ku thot i dërguari i Allahut, në qoftë se thot personi nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e keqe, thot i dërguari i Allahut, nuk ka arsye me lënë as ushqimin edhe pijen. Nuk ka arsye, qoftë se ka lënë fjalën e keqe edhe veprën e keqe. Pra paralel, këto adhurime e forcojnë karakterin, aja bindja edhe besimi se i madhi Zot në çdo moment jetës tyne i sheh veprat edhe për këto vepra duhet me dalë me dhon llogari para Allahut, detyrimisht e bën që me kenë më i kujdesshëm. Pra adhurimet fetare ndikojnë edhe kanë për qëllim përsosjen edhe sjelljen e njeriut, ashtu qoftë haxhi, ashtu qoftë sadaka, pra e kanë në qëllim vetvete përsosjen e karakterit edhe sjelljes së njeriut. E tashti, në qoftë se kem persona të cilët realisht i shohim, ndoshta një të rëpërditshme që realisht do thot është prej namazlive, është me agjerim, por nuk e ka ndryshuar sjelljen. Sjellja ti lën për dëshiru, sa del prej xhamiet, ti nuk e dallon prej njerëzve tjerë me sjelljen e tij, atëherë namazi i ti personit edhe agjerimi i ti personit është i rrezikuar. Pra, me fjalë tjera, ai agjerimi apo ai namazi më i miri, cili është agjerimi më i miri kur jena tashtin në këtë muaj në Ramazanit, thonë dietarët islam. Agjerimi më i miri është ai agjerim te cilin njerëzit e shohin te njeriu me sjelljen e tij. Me sjelljen e personit që është agjerueshëm, ata e shohin, e dallojnë atë person që ky është e kryer një adhurim. Pse? Se ka ndryshuar atë ditë. Ndryshon sjellja e tij. Edhe kjo është aja që duhet detyrimisht, unë shpesh e them në xhamatin tem, në qoftë se na nuk dallojmë njeriu që është me 5 kohë të namazit, njeriu që agjeron Ramazanin, njeriu që i kryen adhurimet fetare vazhdimisht, në qoftë se nuk dallon jashtë xhamiet prej njerëzve tjerë, nuk e ka kry atë urdhën që ja ka bo obligim i madhi Allah ashtu si duhet. Pra thonë ndryshe, nuk ka qëllimi na me dëshmu në për rrjetet sociale se jena namazli e me fotografu të marrë pjesë në për xhami apo në për iftare, po është aja që kërkohet prej nesh që në momentin që del në shoqniti, del në tregti, del në biznes, del në punë, ti dallohesh në sjelljen tënde se ti je besimtar edhe i kryen adhurimet fetare. E në qoftë se ky realitet nuk ndohet te besimtari, atëherë rrezikon edhe namazin edhe agjerimin e tij. Këtu mos të keq kuptohet, nuk do thotë që lërkjof me lën namazin e agjerimin, por me lën veprën e shëmtuar dhe me bën përpjekje të vazhdueshme me permisu sjelljen e tij që më u dallu në mesin e njerëzve të tjerë. Po a mund na i veçoni disa virtyta apo vlera që besimi ka lidh të njeriu? Unë do t'i përmendi disa, ata janë shumë vlerat të karakterit njeriu që janë ngrisin vlerën edhe që kërkohen prej njeriu, po do t'i përmendi një 6 apo 7 prej tyne dhe gjithsesi t'u je shoqënuar me ajetet kuranore dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej atyne vlerave, unë përzgjedhjen e tyne 6 virtyteve e kam bo vetë në varësisht prej porosinave që na i ka bo i dërguari i Allahut. Do thot këtë përzgjedhje që unë do ta përmendi të sonte. E para prej tyne është vërtetësia dhe besnikëria. Detyrimisht, besimtari duhet me kenë i vërtet edhe besnik, i dërguari i Allahut, të cilin Allahu xhaleshanuhu e dërgoj model për ne se si duhet sjellja jonë me kenë, e ka pas vazhdimisht ka fol për këtë, sa që për gënjeshtrën edhe për rrenën ka thonë kur nuk mundet besimtari me fol pa vërtetë. Nuk i lejohet, në si moment, kur, në si herë, nuk ka asnjë farë rastit ku i lejohet besimtarit me fol atë çka nuk është e vërtet. Edhe në qoftë se e shohim prej historisë islame, e shohim se në moshën 40 vjeçare, kur profetit Muhammed i ka zbrit meleku Xhibril, edhe me urdhën që do t'jetë pejgamberi i Allahut, ai ka mbledh fiset Kurejshe, edhe ka dalë në një kodër i dërguari i Allahut, edhe i thret gjithë fiset Kurejshe.
po ata janë lugin. Edhe pejgamberit alayhi salatu selam del maja një kodrit ku është pak më nalt se ta. Me një qëllim të caktuar. Edhe u thot njerëz, nëse unë u tham se mas kësaj kodër ku unë jam të jepo, e ju nuk shihni knajnën. Ashtë një armik i fuqishëm të ardhë me një numër të madh të ushtarëve dhe nisë drejtimin tonë. Thot, am kishit besu dhe gjithë një zonit i thojnë, po o Muhammed, se nuk e njëshin për pejgamber të Allahut, pa tjetër që të kishin besu. Pyetja tjetër që i ban profeti Muhammed ashtë, pse me kishi besu? Se tha, kur jetën tonë as një herën nuk na ke mashtru. Kur, nuk i ka rastis as i herën. Për atë arsye që do të thotë në qoftë se njeriu kur i herë një jetë nuk ka mashtru, detyrimisht që ka vlerë dhe është i besueshëm në mesin e njerëzve. Pra me fjalë tjera, tu do të përmendi rastin që i dërgumi Allahut ishte ma besniku dhe thotë ky është modeli jam. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një person i cili kur flet gënjen, rren, kur premton diçka, nuk e mon premtimin. Dhe kur i lehet diçka amanet e len mazdoret, ashtë thot dy ftyrsh edhe në qofse e ka shpin nën kulmin e qabes, edhe nëse fal namazin, edhe nëse agjeron Ramazanit. Pro, e kam shel Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gënjeshtren si opcion për besimtarin. A që e kam shel gënjeshtren si opcion, sa që thot i dërgumi Allahut në një hadith, ja garantoj një shtëpi në xhenet personit i cili e lën gënjeshtren qoftë edhe për hajgare. Mund të rastisin që një person është i besueshëm, është i sinqert, nuk gënjen, po ndoshta shoqni dhe heri imponohet si për hajgare me bodë një gënjeshtër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja garantoj një shtëpi në xhenet personit i cili e lën gënjeshtren, po qoftë edhe për hajgare. As hajgarja nuk lejohet me bë me atë çka nuk është e vërtetë. Apo thonë ndryshe, jo vetëm për hajgare, po edhe nëse e bën gënjeshtren me qëllim të mirë. A ka mundësi njeriu me bë gënjeshtër me qëllim të mirë? Patjetër, ka mundësi. Na përmend Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famnal ngjarjen e profetit Ibrahim. Ibrahimi alayhis salam, shkurtimisht do ta përmendin ngjarjen e tij, i ka thirrë njerëzit me besu në Zotin, edhe më u largu prej idhujve. Dhe për çudi ata njerëzit besoshin në idhuj. E ndërtote atë statujen prej gurit, e vendoste para vetit, e ulej para saj, e i lutej asaj të cilët e kishte ndërtuar. Dhe foli mjaft kohë kundër tyre Ibrahimi alayhis salatu selam, dhe shkurtimisht e përmend Allahu ngjarjen Kur'an, shkurtimisht do ta përmendin ngjarjen, dhe vendos Ibrahimi alayhis salam një natë merr sakicën edhe i thën gjithë idhujt e tyne dhe lën vetëm njënin, edhe ja var sopatën, sakicën ja var për qafë një idhullit më të madh. Dhe kur kanë shku idhujtarët, me një herë dishin se kush, dyshojshin Ibrahimin se ky vazhdimisht u flit te kundër tyne, i thojnë, a ke bën ti o Ibrahim këtë punë? Tha jo, nuk e kam bën. Tha Ibrahimi alayhis salatu selam, e boni me qëllim të mirë gënjeshtrin për çfarë? U thot, po bela ma shush mërzit da njeni prej tyne dhe i ka marrë i kasit. Po ata tha nuk levizin, nuk dhin, nuk flasin. Pyetni, po s'flasin, nuk dhin. Edhe thot, a ka mundësi një krijesë inteligjente, cila që ka logjik, flet, dhin, është me logjik, vepron me logjik, me shku me ju lut një gurit apo një drunjet, do të tham. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit, kur do të ringjallna, Ibrahimi alayhis salatu selam do të ringjallet i frigum para Allahut. A thua Allahu do të ma fal gënjeshtren se e mohaj që i kishte thy kë, po e kish pas gënjeshtren me qëllimin e mirë. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gënjeshtra rrena është nona e tonat kijave dhe sidomos në një rast po përmend edhe një rast tjetër, ishte me sahabët, me shokët e vet i dërguami Allahut, kur një non e kishte mshel grushtin dhe i thret fëmijën e saj. I thot, shpejt, hajni një herë se du mi o dhonë diqa. Edhe ata turën drejtim nonës, se e kishte grushtin e mshelun, dhe ka najtu e pa ngjarjen i dërguami Allahut deri që kanë ardhur fëmijat e nona. Kur kanë ardhur e nona, ka qel grushtin, edhe i kishte dy karamele, edhe ja dha njën tjetrit, tha, elhamdulillah,
se kisha frikë, tha mos dan me i mashtru vetëm me i bo më ardhë. Pra, nuk ka kompromis me të vërtetën. Besimtarit nuk i lejohet në asnjë segment të jetës ti me e folt pa vërtetën edhe me ken mashtrus, me ken i pa sinqert, njerëzit me i mashtru në rrugë, me i mashtru, me premtu e mos me zbastu, nuk i nollen. Kjo pra vërtetësia dhe besnikria. Dytin prej tyne tipareve të karakterit, që janë ngrisin vlerën njeriu, cilën do të përmendi, butësia, që njeriu në raportet me njerëzit me keni but, dhe na shemullin më të mirë të butësis, e kena profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Unë do t'i përmendi vetëm 2 ngjarje të shkurta për me përshkru butësinë e profetit Muhammed. Një herën e kishte taku një fëmijë 5-6 vjeç, të cilit fëmijë i kishte ngordh zogu që e kish pas në kafaz dhe ishte i piklume dhe kjata i fëmija. Pejgamberi Allahut gjys oret ashtull me te edhe interesohet me qa ki ushqy, po ko ki gjetë, po sa kohë ki mojt, po si ki lujt me te, mundohet me qetësu gjys oret atë fëmi për humbjen që kishte pas. Ose një rast tjetër, thojnë shokët e pejgamberit a.s. na fa ishim namaz, edhe i dërgumi Allahut ishte imam, të i pri para nesh. Dhe kur kemi shku, thënë sejdë, për çudi, i dërgumi Allahut ka vanu shumë me ngrit prej sejdës. Jo si normal, po një kohë shumë më të gjatë se sa normale. Deri aqe ka vanu, tha, sa kemi pas i herë dyshim edhe frikë, mos i ka rohe pa mujtun, apo mos ka humbe dijen. Një që shumë është vanu. Kur e ka përfundu namazin, tha i dërgumi Allahut, në falni, tha se kam zjatë shumë sejdën, se nipi jem më ka hynë shpinë, e nuk kam dash me aprish atë qefin e ti edhe lojen e ti, e mos me arzu, derisa ashtë largu. Kam prit për një këtë arsy. Edhe aqe i buti, dërgumi Allahut ka kenë me njerëzit. Sa që me i papyt të gjithë shokët e profetit Muhammed, me i papyt, ke donë ma shumë i dërgumi Allahut prej sahabeve. Se cili kishte thonë, mu më danë ma shumë se tjetëri. Një si përshtypjet ka formu të se cili prej shokve të vetë me atë sjelljen edhe me atë butësin e ti. Pra butësia është një virtyt i veçantë i besimtarit, nuk i lejohet besimtarit me ken arrogant, me ken i vrasht, me ken i zemrum, por në qoftë se ashtë edhe të i thirrën rrugën e Allahut, vetëm me butësi dhe në një mënyrë tjetër. Një tipar tjetër që do të përmendi që po ashtu ashtë shumë i rëndësishme me e kalit të njerëzit tonë, të gjeneratat tona, është mëshira, që njeriu me keni mëshirshëm, jo me keni arrogant, jo me keni vrasht, jo me qyrë momentin ma të voglin që i nepet mundësia me u hakmar. Edhe këtë do ta ilustroj me 2 shembuj. Se sa i mëshirshëm ka keni i dërgumi Allahut, na tregohet një herën në një rast kur kishte shku i dërgumi Allahut në Taif me thirr njerëzit në besim, dhe përveç që nuk e pranun ata thirrjen edhe refuzun thirrjen e profetit Muhammed, i nxorën disa fëmijë me gur me gjujt, edhe e kanë gjuh me gur, e kanë përgjak pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë përgjak, e kanë përzon, edhe e kanë përgjak. Në atë moment ka zbrit meleku Xhebrail, edhe tha, o i dërgumi Allahut, më ka dërgu Allahu me një mision caktu. Urna, tha ja Xhebrail, tha, cila da që ka me kënë dëshira jote, edhe lutja jote, me i denun ata njerëz që ta kanë botë ju ashtu, unë vetëm pres çka kërkon ti më u bo atyne, edhe jam gjendje të 2 kodrat me i zhduk, edhe me i humb me krejt ata njerëz që janë aty. Vetëm ka dërgu Allahu me të pyet ç'a dëshiron me ju bo atyne. Në qoftë se nuk e marrin krejt që shemull këtë. Shtu si shemull që me në gjutë, shtu si të bukur. Po në qoftë se e reflektojmë pak në vetveten tonë. Nëse ti je në atë pozit, ku një person ta ka bo keq, një që ta ka bo keq, ty të ka përgjak, ta ka bo keq, dhe të ofrohet të mundësia me u hakmar, të dërgumit Allahut, ju afru mundësia me u hakmar. Qa tha i dërgumi Allahut? Tha,
vetëm i lutem të Madhit Zot o Xhebril, i lutem të Madhit Zot me i udhëzuar rrugën e hajrit, se sikur të kishin kënë të udhëzu, nuk ma kishin bo këtë gjë. Pra kja ishte mshira profetit Muhammed, apo kur janë rikthy prej Medines në Mekë, që u detyrun besimtarët mu shpengull prej Mekës e me shkull Medine për hir të besimit, se nuk mu ishin me zhvillu e me praktiku besimin shtëpiat e tyne prej dhunës që i paten prej kurejshve, prej njerëzve pa besim, kur janë rikthy me numër të madh dhe me fitore në Mekë, dhe janë taku dhe janë ballafaqu me ata njerëz, të cilët i kanë dhonu besimtarët me vite, i ka të buj dërgumi Allahut Mekë dhe tha, që me ndoni, tha, se unë kam me bo sot me ju, thonë, o Muhammed, në me ndonë se ti keme na falë, tha, edhe keme me na mshiru. Pse me ndoni e gjo? Po ti je pejgamberi Allahut, në kena po vetëm mirësi prej teje, e njeriu që ka mirësi edhe mshirë në zemrën e vetë, kur nuk qyrë me u hakmarë, po gjithmonë shikon, kur asije nuk hakmarët, po shikon me falë. Tjetër virtyt edhe veçori që e përsos karakterin e njeriu, është modestia, apo thjeshtësia. Dhe këtu e kemi rastin se realisht, me fol drejten, na shohim jetën e përditshme, në kontakt, në raport me njerëzit, shohim se i Madhi Zot ndoshta e ka begatu një njeri, i ka dhënë pushtet caktuar, dikujt tjetër i ka dhënë një pasoni më të madhe se sa dikujt tjetër. I ka begatu në jetën e kësaj bote njerëzit të ndryshëm me të mira të ndryshme. Dhe çfarë rastisën shumë shpesh? Shumë shpesh rastis që personit cilit Allah i ka dhënë pushtet apo i ka dhënë pasoni, tashti ai mborret edhe krenohet edhe i hyn një mendje e madhe edhe i sheh ta krijesa të tjera si robët e vet. Domethënë i sheh si janë kërkon raport me te. Ai ishte ashtu rasti i dërgumit të Allahut. Kurrnjëherë, ai është ky rasti i besimtarit. Kurrnjëherë modestia, thjeshtësia, ky ishte modeli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një rast do të marrë edhe një shembull këtu. Tregohet se kur në Medine, kur kanë kalu muslimanët Medine edhe është rritë shoqëria islame atje, vishin njerëz me pranu islamin për i viseve të ndryshme të arabisë, të gadishullit arabik, të profeti Muhammed, dhe prej dëshirës me mësu sa ma tepër prej fesë, u afrojshin afër edhe njeni fletë tjetri, ishin turë të profeti Muhammed, edhe një ditë, Omeri radiallahu anhu i tha, o i dërgumi Allahut, a baj tha një gjë për ty, tha, urna tha ja Omer, a mund me ta bon, tha unë ty një fron, me ta nërtu, tha një vend, ko ti me dal pak ma nelt se tjertë, mas me të shqetsua që shumë njerëzit ty, se jonë të i të mërzit, tha, kurse si, nuk dëshiroj me dal atje, se nduket si me hjek një arogancë apo krenari, nuk dëshiroj me keni pranishëm aty me ta, edhe ky ka ken modeli i profetit Muhammed, edhe në qofë se e shohim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyte në një tobim në një dhomë, ulej tha aty ku kishte vend të lirë, nuk shkote me zonë qoshen. Dhe ky është modeli që duhet me posedu secili njeri, secili besimtar, thjeshtësinë edhe modestinë. Dhe tjetër virtyt, do t'i përmendi edhe dy virtyte, tjetër virtyt që arrit vlerën njeriu, është cila edhe bujaria. Kur njeriu jep në rrugën e Allahut, qofse posedon pasuni, i nivon nevojtarit, i nivon smutit, i nivon personit që ka halle, jep. Dhe edhe këto do të marrë një shembull shkurt prej bujarisë e profetit Muhammed, ku i dërgumi Allahut çdo gjë që ka posedu, nëse dikush sa ja ka lyp, e ka hjek prej vetes, edhe prej familjes ti, edhe ja ka dhonë. Por rastet më të veçanta tha kanë kenë, kur nëse i ka shku një nevojtar, dhe kur gjë nuk ka pas me i dhonë, ka pas raste kur i dërgumi Allahut ka dalë në kojshia po të dikush tjetër, ka marrë hua, e ka huazu atë gjë, me i nimu nevojtarit, e kur e ka pas mundësin, ja ka kthy borxhin atij personit që e ka marrë hor. Edhe kja është një virtyt që e përsos karakterin e njeriut, dhe të fundit që do të përmendni unë tu për sonte, është me ken i dobishem për njerëzit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, a e dini, tha,
se cili është njeriu më i miri në krejt rrozullin toksor, në krejt globin, cili është njeriu më i mirë? I thonë, Allahu dhe i dërgumi ti e din mas mirit, o i dërgumi Allahu. Tha, më i miri, për i krejt njerëzve në rrozullin toksor, është ai njeri që është i dobishëm për njerëzit tjerë, që mundohet njerëzve tjerë me unimu, jo me pas parim vetëm për veti, vetëm për interesat e tia personale, apo të familjes, apo trashëgimtarëve ti, por mundohet me ndihmu krejt jetën e ti njerëzve tjerë. Ky ka qenë modeli i profetit Muhammed, edhe ky ka qenë modeli i shokëve, i sahabeve që kanë jetu me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe tashti për fond, në qoftë se një njeri është i sinqert edhe nuk mashtron kur një herën, nuk i bën zullum edhe pa drejtësi askujt, as me dorën e tij, as me gojen e tij, është i butë, është i mëshirshëm, është i dobishëm prej njerëzve dhe është bujar, qofse këtë njeri e kena të pranishëm shoqnin tonë, ky nuk ka kur gjë tjetër vetëm vlerë, ky është vlerë për shoqnin. Është vlerë edhe ku me marë sa ma tepër me pas kësi njerëz që kojnë kësi virtytesh edhe kësi moralit të përkrym. Dhe përfundoj me një ngjarje, na tregohet një herën se derisa i dërgumi Allahut ishte të ndaj me shokët e vet, i pyeten disa prej shokëve, prej sahabeve, njën prej tyre, i thot, çka kishe pas ti dëshirë, po me ta mundësu Allahu dëshiren tonë, që kishe pas dëshirë ti? Ishtë kurështari dërgumi Allahut me në gju përgjigjet e tyne. Tha, oj dërgumi Allahut, tha, unë kishe pas dëshirë, tha, këtë dhomë që është to, me kenë me pas plot, me pasoni, me pare, me pas, e me dalë, tha, e me shperdar në krejtë rozullin toksor, kush da që ka halla, ka nevojë, me shku derë për derë me i pyta, keni bre nevojë, a keni diçka nevojë me një mu, kja kishte kenë dëshira jemë. E pyti tjetër, tha, që kishe pas dëshirë ti? Unë kishe pas atë dëshirë me pas fuqi, e me një mu nevojtarit, e me një mu të smutit, e me një mu tjetërit. Edhe prej dëshirës time në gjuhë përgjigje sa ma shumë pyet njën e tjetrin edhe se cili nep ata përgjigjet e veta në dobi të njerëzve. Dhe një prej të pranishmeve në të bim, i tha oj dërgumi Allahot, tha, po ti që kishe pas dëshirë, tha si kur ta kishe realizu i mavi Allah, unë tha kisha pas dëshirë, a shihni tha njët burin aty. Ebu Ubejdi ibn Xherrahi, ka qenë një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ka pas sjelljen e përkryme, karakterin e përsosur, ka qenë shembull, gjithë ngjajshëm kanë qenë, po ka qenë më i veçantë për sjelljen e tij. Thonë kishe pasa dëshirë të madhe, me pasa edhe 100 shokët e tij apo edhe më shumë, e me shpërdon krejt globin. E ata njerëz sa ku shpërdahen, kudo që janë, tha janë dobishëm tha për atë vend, edhe ndryshojnë shoqnin, e bën një shoqni më të mirë, një shoqni ku gjithë njerëzit jetojnë paqe edhe në harmoni. Këto virtyte edhe vlerat e personi i kaliten vetëm besimi i paluhatshëm në Allahun xhaleshanuhu dhe bindja që çdo vepër të mirë që e bëm jetën e kësaj bote, qoftë e vogël apo e madhe, shpërblimin kena me gjetë te i madhi Zot, kurse si nuk presim mirënjohje apo lavdata prej njerëzve që jetojnë me ne për te Allahu xhaleshanuhu. Dhe vashtë Allahu sa më shumë të shtohen ta njerëz me këtë lloj personalitetit, me këtë lloj karakterit, me këtë lloj moralit. Po cili do të ishte një urem apo një mesazh për shikuesit, me qenë se mbërritem edhe në fund të këtij emisioni? Po edhe mesazhi i fundit i imi do të jetë vazhdimësi e kësaj që unë fola deri tash. Nëse na dëshirojmë një shoqëri më të mirë, një shoqëri në të cilën jetojmë, nëse dëshirojmë një shoqëri më të mirë, një shoqëri ku i fuqishmi i ndihmon të dobtit, një shoqëri ku i pasuri i ndihmon të varfrit, një shoqëri ku i shëndoshti i ndihmon të smutit. Dhe nëse dëshirojmë ta ndryshojmë shoqërinë ku jena edhe ku jetojmë, ka e mira që me pas një shoqëri më të mirë, cili është hapi i parë që ishte dashur me bën secili prej nesh, hapi i parë ishte do të kishken me ndryshu vetveten tonë. Me ndryshu vetveten tonë, ka e mira
ata veset që i kem pas në kalumen dita ditës me mujt me i shmang, ata virtytet që nuk i kena posedu me mujt me i kalit për shdo dite ma tepër, me ndryshu vetë veten, me ndryshu familjen, me ndryshu pasarësit tonë ka mira, me një moral edhe karakter të përsosun, edhe është Zoti, kur njeriu ndryshon vetë veten edhe familjen e vetë, unë familjen tem, ai tjetri familjen e vetë, ai tjetri familjen e vetë, është Zoti, ndryshom edhe shoqnin, krijom një shoqni shumë më të mirë, një shoqni ku njerëzit jetojnë paq edhe në harmoni me njëri tjetrin, e nuk ka moment më të mirë se këtë ndryshim të vetvetja me fillu gjatë muajit mëdhshëm të Ramazanit, derisa jena edhe në adhurim. Dhe kjo shoqni e mirë kur ta ndërtojmë, na mundson inshallah që të jetojmë të lumtur në jetën e kësaj bote, ata ditë që të jetojmë në këtë botë, dhe inshallah lumturni në botën tjetër, në xhenetin e Allahut inshallah. Falenderojmë shumë, faleminderit për këtë bisedë vlefshme, ku besoj që do të interpretohet atje edhe për te ekranit si një mësim në përsosjen e vetë karakterit të njeriut. Ne i falenderojmë atje dhe shikuesi që përgjatë këtij minutazhi që ndruan me neve. Ne edhe njëherë ju themi faleminderit dhe takohemi nesër mbrëma me kolegët e mia.